Përshëndetje të nderuar ndjekës të mi, ja ku po takohemi sërish së bashku në kanalin Monitor TV, këtë herë për të sjellë pranë jush një të re më të fundit. Unë e di që të gjithë jeni kureshtar të dini se ku ndodhet Gjesti në Tiranë, në çfarë hoteli është i pozicionuar, kush kujdeset për të, me patjetër që kujdeset produksioni i Big Brother, kujdesen truprojat e Top Channelit, në asnjë mënyrë nuk e lënë të vetëm, ai është një siguri të plot të papar. Gjesti ndodhet në Hotel Mak në Tiranë. Aty është i pozicionuar për gjatë gjithë kohës kur Gjesti do të jetë në Tiranë, për të gjitha angazhimet që ka, për të gjitha mbrëmjet që po fillon, për gjithçka që ka të bëjë me karrierën e tij, jetën e tij, artin e tij. Gjesti është i pozicionuar në Hotel Mak. E konfirmuar kjo gjë për vendodhjen e tij, Gjesti është në dhomën më luksoze të këtij hotelit, edhe po e shijon famën pafund. Ai ka shkuar vetëm një periudhë kohore të shkurtër në Kosovën e tij të dashur, ka kaluar një moment shumë të bukur me familjen për t'u argëtuar dhe për të shijuar çdo çast e çdo moment, edhe është kthyer menjëherë në Shqipëri dhe vendodhja është në Hotel Mak. Ato që jetojnë në Tiranë e dinë shumë bukur dhe nëse dëshironi që ndoshta ta shikoni duke ngrënë mëngjesin apo qoftë edhe drekën, mund të pini kafen aty dhe mund të rastisën Gjesti që të bëni një fotografi. Do thënë Gjesti e konfirmuar ndodhet në Hotel Mak në këtë qëndrim të tij për gjithë ditët që ai do të qëndrojë në Tiranë, për realizimin e post Big Brotherave që kanë, për ftesën e tij që kanë në Portokalli, që do të jetë në këndin e aktorit, që do të jetë një super spektakël i bukur dhe besoj që do të ketë shqiptar nga gjithë mbar shqiptaria për ta parë këtë spektakël dhe do të jetë një diçka fantastike. Do me thënë arritëm të zbulojmë që Gjesti ndodhet në Hotel Mak.